Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç se asaj dije që Ti na ke dhënë, Ti je i gjithë ditur dhe Ti je i urtë. O Allah, Zot i gjithësisë, na mëson neve dijen e dobishme, na bëj dobi me dijen që na mëson dhe na shto Zot diturinë dhe urtësinë. O Allah, Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim atë. O Allah, Zot, na njeh me të pavërtetën, me të kotën, dhe në largo për i saj mbasi ta njohim. Lusë Allahun, Zotin e gjithësisë, që dija që ne marrim dhe japim tjetë argument për ne dhe dëshmi kundër nesh dhe avokati jonë ditën e Kiametit. Atëherë po fillojmë inshallah taala me pyetjet cilat kanë ardhur, ndërkohë që nëse vëllezërit kanë pyetje, në moment mund të bëjnë pyetje thjesht japin shenjën duke ngritur dorën, edhe mund ta bëjnë pyetjen pa mëra. Atëherë le të fillojmë, thotë kemi gjetur në një faqe që thotë si më poshtë vijon. Kujdes ndaj 3 gjërave. E para, kur bëni dush mos I lini flokët nëpër dysheme, flokët krijojnë një fushë magnetike dhe mund të tërheqin xhindët afër jush. Larg budallëve. Normalisht që flokët nuk bën me I lanë se është çështje higjienike, okay. Po fush magnetike dhe tërheqin xhind, këtu fillon çmenduria ose skizofrenia njerëzore. Kujdes thotë se tërheqin xhindët, se çfarë lidhje kanë flokët me xhindët? I bie që berberat janë mush me xhind shkretët, sa aty vetëm flok ka. Kështu që larg budallëve se ju shkatrojnë ose ju si thotë ju infektojnë jetën. E dyta thotë mos urinoni në vendin ku bëni dush, kjo mund shkaktoj hutim. 1. Harres. 2. Vështirësi në të folur. 3. Dhe nervozizëm. 4. Normalisht që kanë ndalesë që s'bën që të urinohet në vendin ku lahet njeriu. Kjo është e saktë. Deri këtu ka hadith. Po kjo pjesa tjetër pastaj hutim, harresh, vështirësi në të folur, nervozizëm, kjo është budallallik dhe s'ka për të asnjë lloj argumenti. Dhe fatkeqësia më e madhe është se personi që ka një faqe që me sa duket e marrë vetëm dhe për hoxh ky tipi. Inshallah ja çojnë përgjigjet e mia dhe shpresoj që mos I përsërisi më këto muhabete, se nëse I përsërit, unë herë tjetër do ta nxjerr faqen e tij kështu që njerëzit t'i largohen faqes tij. Këtë herë po e mëshirojmë. Kështu e kemi ne. Të mëshirojmë 1 herë, 2 herë, 3 herë, pastaj të telendisim. Tjetra, kur thotë kur bëni dush, merrni gusl dhe pas guslit lani këmbët me ujë të ftohtë para se të dilni. Kjo është sunet dhe shërben si ilaç për sëmundje. Deri tek larja e këmbëve është në rregull. Me ujë të ftohtë 1. Dhe shërben si ilaç 2. S'ka argument, pavarësisht se faktikisht është mirë që njeriu mbas dushit me ujë të ngrohtë ta bëj një shpërlarje kur I thon me ujë të ftohtë. Po mos e paraqit si është mirë apo është sunet. Është e vërtetë që mbas dushit, nëse veni është balt, është mirë me la komët. E nëse veni është si dushet e sotme, nuk ka nevojë me la komët. Po nëse dikush e bën, nuk ka problem. A shërben kjo ndoshta mirë? Okej, po mos e bëj fe. Ka shumë gjëra dobishme në jetë që I vërteton shkenca, që I vërteton mjekësia, nuk është e domosdoshme patjetër t'i kthejmë në sunet. Çfarë është e mirë shkencërisht apo çfarë është e mirë, le të themi, për shëndetin e njerëzit, s'ka lidhje. Nuk është kusht patjetër çdo gjë duhet t'i japim patjetër ngjyrë fetare. Kështu që I them këtij zotnis me S dhe H, mos bëjmë më kështu muhabetësh se do të dalim me emër. Okej, vazhdojmë.
E pata një pyetje, pra kam një pyetje, në lidhje me një hadith që thuhet me laqja, meleku, engjëlli, nuk e shkruan mëkatin gjunahun e njeriut, po pret 6 orë se mos po pendohet njeriu. Thash Tadia, është e vërtet? Po, e vërtet është, hadithi sakt. Kur njeriu bën një mëkat, kemi ne 2 melajke që shkruajnë të mirat e robit dhe të këqijat e tij. Në momentin që njeriu bën një gjuna, merr meleku, engjëlli, për ta shkruajt i të majtës, me e shkruajt gjunahun e tij. I thot meleku i djatës, prit, se ndoshta pendohet, dhe nuk shkruhet gjunahu 6 orë. E nëse njeriu pendohet gjatë kësaj kohe, i fshihet. Pra nuk i shkruhet fare. Mas 6 orësh shkruhet gjunahu i tij. Po mirë, nëse shkruhet mas 6 orës, a shuhet? Mund të fshihet? Po mund të fshihet, si? Me pendim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatub musii'un nahar, wa inna Allah yabsutu yadahu bin-nahar liyatub musii'ul layl. Allahu shtrin dorën e tij natën që të pendohen ata që kanë bërë mëkat të ditën, dhe Allahu e shtrin dorën e tij ditën për të penduar ata që kanë bërë mëkate natën. Kështu që gjithmonë njeriu ka hapësirë për të penduar. Po dallimi ku është? Dallimi është se këtu 6 orë nuk shkruhet. Mas 6 orë shkruhet, a ka mundësi të pendohet njeriu? Po ka mundësi. A ka mundësi ta falë Zotin? Po ka mundësi. Nëse një hoxh, domethënë nëse një hoxh mirët vetëm me Kur'an, hadithet nuk i beson dhe thot hadithet janë të rrejme, se nuk janë prej Zotit, por janë prej njerëzve që shkruajnë 250 vjet mbas Muhamedit alayhis salam. Pijush, pra prej jush. Kam dëgjuar se këta janë kuranista. Pra i quhen kështu kuranista, pa s'kan lidhje as me Kur'anin. Pra nuk janë musliman dhe nuk bën të falësh mas këtive. Po, sakt. A është kjo e sakt? Po e sakt. Nëse ekziston ndonjë imam i tillë që thotë pranoj vetëm Kur'anin dhe si pranoj hadithet, nuk lejohet me u fal mas këtij imami, se ky është qafir në Kur'an, në hadith, në pejgamber alayhi salatu wasalam, në Zot, në Islam, në gjithçka. Mohimi i hadithit është mohimi i Islamit. Mohimi i hadithit do të thotë që mos t'jesh musliman. Pavarësisht se robi thotë jam në kondicione të tjera. Kështu që nëse ka imam të tillë, janë 2 gjëra obligim. E para, mos më fal mas këtyne, absolutisht, dhe e dyta duhet me njoftu institucionet, se nuk ka institucion në Ballkan, për institucioneve islamike që drejtojnë Islamin, si Bashkia Islame e Kosovës, si Meshihati i Maqedonisë, si Komuniteti Musliman e Shqipërisë, si Meshihati i Bosnjë Hercegovinës, si Meshihati i Malit Zi. Nuk ka meshihat në botë që të pranojë një imam të tillë. Pasi në të gjitha mendimet, shkollat, opsionet islamike, ky grupim është mohues i Zotit dhe i pejgamberit alayhis salam. Ky grupim janë qafira. Kështu që nuk lejohet më fal dhe duhet denoncuar. Duhet denoncuar. Dhe ky imam, nëse xhamati është kompetent dhe është impakt, duhet ta ndalojnë këtë imam nga hyrja në xhami. Sepse falja e namazit nuk ekziston në këtë formë, siç e falim në Kur'an. Kështu që ky kuranist që bëhet imam për njerëz është lekist. Sepse me besimin e tij se ekziston ky lloj namazi që falim ne në Kur'an. Dhe në përgjithësi këta janë ose njerëz që kanë agjenda të caktuara për të bërë përçarje mes muslimanëve, 1. Dhe kjo është shumica e kuranistëve në botë. 2. Ose janë viktima, njerëz që janë me tmeta dhe kanë rënë viktima, ose njerëz që kërkojnë famë dhe tërheqje vëmendje, ose njerëz që domethënë paguhen për këtë punë. Siç është rasti i këtij imamit këtu. Ky e bën përpara gjithçka. Për këtë arsye duhet që xhamatet të tilla të bëhen një, edhe i thon imamit, siç ka thënë populli, ndalu bek se ka hendek. Pra nuk duhet ta lejojnë këtë lloj imamit të futet në xhami. Dhe duhet ta bëjnë problem, dhe duhet ta ngrenë problemin e tij në polici, duhet ta ngrenë problemin e tij në komunitetin musliman, apo në meshiatin, apo në bashkinë islame, apo në myftinin, apo në
kudo që t'jetë, nuk ka institucion fetar në botë islam që të pranoj që njerëz të tillë të udhëheqin faljen e muslimanëve, pasi këta nuk e pranojnë këtë lloj falje. Sipas tyre, kjo lloj falje nuk ekziston, për këtë arsye është haram me u fal mbas tij, dhe namazi i falur mbas tij është i pavlefshëm. Namazi që falet mbas një kuranisti është i pavlefshëm, sepse është mohues i Kuranit. Inshallah taala unë kam bërë një kur të kem kohë, se kam pas pak angazhime, do të përmend 300 argumenta se si një kuranist është mohues i Kuranit. Po inshallah taala kur të kem pak liri kohë, se argumentet i kam gati kur i thon. Klikova në internet për dua për të martuar me personin që do dhe gjeta këtë dua. Hajde ta shohim. Ja, hajde. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 565 herë, dhe në final thot, në final Allahu do të martoj me atë që do. U zgjidh problemi. Mashtrim, gënjeshtër, rren. Ajeti s'ka lidhje fare. Thuaj, erdhi e vërteta nga Zoti juaj, kush të doj të mohoj, kush të doj të besoj. Se çfarë lidhje ka kjo punë me martesën? Prandaj dhe ne themi gjithmonë, kujdes nga e merrni fen. Se si çfarë thot tu? Recito thot ajetin 29 të surës El-Kahf, pra, thuaj të vërtetën që erdhi nga Zoti juaj, kush të dojë të besoj, kush të dojë të mohoj, pra e ka shkruajtur kështu latinisht. Wa qulil haqqu min rabbikum faman 565 herë, 565, se mos e thu 564 ose 566, 565. Në final thot Allahu do të martoj me personin që ti do. Po nëse është një gocë për shembull që e duan 7 veta për herë, dhe e knun të 7 këtë 565 herë, ose është një çunë që e duan 10 goca për herë, edhe 10 gocat e knojnë këtë ajet nga 565 herë. Këta nuk ka kush t'i arreston. Nuk ka, duhet të ketë një seksion të veçantë në prokurorinë e shtetit ose në policinë e shtetit që quhet manipulatorët ose mashtruesit në emër të fesë. Dhe çdo njeri që mashtron në emër të fesë, pra le të themi, komuniteti musliman shqiptar, komuniteti ortodoks, katolik, kush manipulon në emër të feve, t'i ngrihet denoncimin nga komunitetet fetare dhe të arrestohet. Sepse ka ligj që kush shpif, çajnop, ka për të, si më thon, procedurë. Kush, si themi, shan dikë, ofendon dikë, ka për të ligj. Duhet ketë edhe për fen ligj. Kush shpif në emër të fesë, duhet arrestuar. Edhe sikur të ma lejnë mua këtë seksion, pasha Zotin e Madh, i kisha pastru mirë. I kisha pastru mirë për 6 muaj, e kisha mush burgun plot, vallaj bilaj, për Zotin. 7 vjet, 8 vjet, 9 vjet, 6 vjet, 5 vjet. Rasi aty mrena ty vin mend, e kur dalin jashtë pastaj, nuk flasin më. Shpeshherë dëgjoja nënën që kur kam qenë e vogël më tregonte se si shkonte e ja merrte fëmijët e nuses Axhës dhe ja ushqente pra me gji. A kam të lejuar të ri unë përpara tyre me shami, edhe vetëm ata që ka ushqyer nëna ime apo të gjithë? Gjithëdhënia funksionon vetëm për fëmijët që kanë pirë gji me fëmijët e nënës tek e cila është pirë gjiri. Pra, le të themi, për shembull, le të themi, Muhamedi ka pirë gji, le të themi, tek Fatimja. Muhamedi është vëlla gjiri me të gjithë fëmijët e Fatimes. Dhe fëmijët e Fatimes, djem ose vajza, janë vëllezër dhe motra të gjirit të Muhamedit. Po jo vëllezërit dhe motrat e Muhamedit. Vëllezërit dhe motrat e Muhamedit jo.
E qartë? Pra për shembull kemi një vajzë e cila quhet, le të themi, Aisha. Aisha ka pi gjithë tek Fatimja. Tani Aisha është gjiri e Fatimes, të gjithë fëmijët e Fatimes, tjem edhe vajza, janë motër dhe vëllezër gjiri të Aishës, po jo vëllezër dhe motër të Aishës, vetëm Aisha. E qartë? Kështu funksionon. E vetmi kusht është që pirja e gjirit të ketë ndodhur në kohën e pirjes qumshtit. Sa mund të ketë pi gji për shembull tek nëna tjetër kur ka qenë 5 vjeç, s'quhet. Do të jetë në moshën 2 vjeçare, pra derisa s'ka arrit fëmia moshën 2 vjeçare, dhe edhe nëse ka kaluar 2 vjeçare, të jetë ushqimi i tij kryesor qumshti. E nëse kalon kjo moshë pastaj apo fëmia ushqehet dhe me gjëra tjera, po qumshtin e ka si relaks, jo që pin për të ushqyer me të, atëherë nuk quhet më. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab." Merr qumshti i gjirit gjykimin e gjakut. Merr qumshti i gjirit gjykimin e gjakut. Pra, ky fëmia këtë gruan e ka për nën gjiri, burrin e saj e ka për bab gjiri, vllajën e burrit kësaj e ka për xhaj gjiri, babën e burrit kësaj e ka gjysh gjiri, vllajën e Fatimes e ka daj gjiri. Domethënë Aisha për gjithë to është mahrem dhe mund dali përpara këtyre pa shami. Sepse gjaku, si më thon, qumshti bën atë që bën gjaku. Qumshti bën atë që bën gjaku. Kështu që Aisha takohet me të gjithë fëmijët e Fatimes. I ka për vëllezër dhe i ka për motra. Dhe ata e takojnë të gjithë Aishën, me që i morën si emra. A lejohet që burrat të mbajnë një byzë lyk prej platini? Burrat mbajnë vetëm unaz, or, syze. Asgjë tjetër nuk mbajnë burrat. Asgjë tjetër nuk mbajnë burrat. Pasi bijut janë në natyrën femërore dhe Islami ka ndaluar që meshkujt përngjasojnë me femra. Pra nuk është problemi i metalit se çfarë është, problemi është se nuk funksionon. Pra burrat mbajnë unaz ose gjëra të tjera të nevojshme, siç është ora, siç janë syzet, çdo gjë tjetër që i duhet, për shembull, okay. Amo gjëna kështu bizhu zbukuruese përveç unazës, jo, tek meshkujt. Kisha një pyetje, çfarë tregon kur të vjen laraska ndritare? Se ka thërrime. Ka thërrime aty dhe vjen. Asgjë për të shqetësuar dhe asnjë lloj trembje, asnjë lloj frike, asnjë lloj fobie, asnjë lloj besutnie. I ka ra për marr me parku aty, ka parku, do iki prap, s'ka problem. A lejohet të thuhet për një të vdekur Rahmetlia ose Rahmetliu? Po lejohet, nuk ka problem. Çfarë thosh? Azabliu. Më mirë Rahmetliu, më thon, çfarë më thon shkret? Rahmetliu. Ama duhet të jetë musliman. Se për që qafir, s'mund të thush Rahmetliu. Qafirit i thuhet Zahmetliu. Pra nëse për besimtarin themi past Rahmet, për qafirin themi past Zahmet. E kuptot? Pra nëse dikush vdes si jo musliman, nuk lejohet me thoni past Rahmet shpirti. Po si thuhet? I past Zahmet shpirti. Do me thonë u zhyt, tamam, si që i takon. Isha në Turqi tek një hoxh ku më kanë thënë sa i shëron. Inshallah nuk është si ai 2000 euroshit. Isha një hoxh ku më në Turqi që më kanë thënë sa i shëron nëpërmjet Kuranit Kerim. Mirë po nuk ishte ashtu siç më thanë. Ai bonte hajmali.
Dhe kur ja vun Hajmalin gruas time, ajo u përkeqësua edhe më shumë. E mora Hajmalin dhe e djega në zjarm, pra në zjarr. Por kisha frikë ta djeg një letër sepse nuk e kuptova çfarë shkruan aty. Po këtë letër që ka mbetur, a mund ta djeg? Digje me bismillah. Digje me bismillah dhe larg këtyre njerëzve. Edhe mos ecni me llafet e njerëzve. A, filoni po dërmon, ka dhon provë. Mos ecni me këto muhabete. Pyesni për njerëzit që merren me yshtje, siç pyesni për fen. Siç pyet për fen, kë pyet ti për fen? Vallai pyet filan hoxh. Shumë jatë hoxh pyete për atë person që të kam thonë se filani është shumë i mirë. Ti shko pyet atë hoxh. Sepse ky hoxh edhe po nuk e njofti, çfarë do të bëj? Do të pyesi një hoxh të ngjashëm me të derisa të gjejnë burimin këtij personi. Ose do thotë se njo, fjala hoxhës tat nuk e njo, ty nën kuptoj tërhiqu. Mos shko. Sepse nuk luhet me gjën më të rëndësishme që ne kemi, që është feja dhe besimi i njeriu. Nuk është puna për shembull që shkove e bleve diçka, s'doli molli mirë, e kthe prapë, i merr parat e ku dëgjon e tjetër. Ktu është shkon në xhenem ose del për xhenemi. Po të pyes, po në ditën e xuma, si ti plotësojmë 12 rekat? 12 rekat fali ditën e xuma, ku është problemi? Pejgamberi sa më ka thënë, kush i fal 12 rekat në një ditë natë. Po si ta bëjmë xhuman? Hajde ti numërojmë. 2 për sabah. Në rregull. 8 duha. Sa dush para xhumaje. 2 mas xhumaje. 4 para ikindije. 2 para akşamit. 2 mas akşamit. 2 mas yacije. Sa të dush në darkët, sa u bon? 100. Ja, po do këtë 12 që në 2, 4, 2, 2, edhe 2, 12. Po gjumon. Nuk e ka përcaktu, thot, kush fal 12 rekat në një ditë natë, se ka përcaktuar se cilët janë. Qartë? Ajde, bismillah. Qërën të unë. Namazi i muajit Muharram. Ndoshta e ka kap. Po se pat kap s'ka problem. Ajde ta shohim çfarë thotë. Namazi nafile i muajit Muharram. Hajde ta shohim çfarë thotë. Falet midis akshamit dhe yacis. Do më thonë je i lirë brenda muajit Muharram. Po. O Allah, po bëj niyet me fal namaz për kënaqësinë tënde, në qoftë se i kam hyrë në hak ndonjërit prej komshive të mi, ose ndonjërit prej vëllezërve të mi të fesë, ose çdo njeriu. Për shlyerjen e këtij haku, Allahu Ekber. Në rekatën e parë këndohet El-Fatihaja, ajeti Kursi dhe 11 herë suratul Ikhlas. Në rekatën e dytë këndohet Fatihaja dhe 10 herë suratul Ikhlas. Në rekatën e tretë këndohet Fatihaja dhe surat e 4 dhe 11 herë suratul Ikhlas, po. Në rekatën e 4 këndohet El-Fatihaja dhe 10 herë suratul Ikhlas, dhe në rekatën e 5 këndohet El-Fatihaja dhe 3 herë sura Kafirun dhe 11 herë sura Ikhlas, dhe në rekatën e 6 këndohet El-Fatihaja dhe 10 herë sura Ikhlas. Traft plasja, traft. Ti që e ke thonë këtë sajes, ti që e ke shpik këtë bidat në islam, u shufsh. Nuk ka gjë më të rëndë se sa të shpikësh në fenë e Zotit. Që është ky namaz, vëlla? Thot, fal këtë namazin, kujt i ke hyrë në hak, i e la me të gjithë, komshit, muslimon dhe jo muslimon. Kujt i ke hyrë në hak, fal këtë 6 rekat, ke vjedh, ke boge, i ke 6 rekat, i shlyn. Këta nuk ka kush i arreston. Pasha Allah. Vallahi bilaj, për Zotin. Vallahi bilaj.
ketë institucion këta njerëz denoncohen, pra që të funksionojë 100%, këta njerëz denoncohen dhe arrestohen gjithë. Shpifje, vëlla. Këta njerëz po shpifin në emër të fesë. Pra logjika, mos u futa ka argumente, vetëm logjika siç e thot. O Allah, po bëj njet me fal namaz për kënaqësinë tënde, shif voj lubrifikues. Qofse kam hyrë në njëri prej komshive, nis me komshit, ose në njëri prej vëllezërve të mi të fesë, nëse ja kam fut muslimanëve në fjalë. Ose të tjerëve, nëse ja kam fut tjerë. Pra, nëse ja kam fut komshive 1, nëse ja kam fut vëllezërve të fesë 2, nëse ja kam fut të tjerëve 6 rekat, që e kanë qitë vështira, po s'ka problem. I mëso robi këto, tak, tjetëri, vitin tjetër, futi namaz Muharremi. Edhe vit për vit ka i namaz Muharremi, e në del ka i demi. S'ka më, nuk ka kushi. Keni thonë një nga ligjat dhe kaluar për namaz tobe që nuk ekziston. Pyetja është bërë për namaz istighfari. Namaz istighfari s'ekziston me këtë emër. Ndërsa salatu tobe po ekziston. Pra, nëse dikush bën gjuna po më kat fal 2 rekat tobe, pra i pendohet Allahut me këto 2 rekat, edhe kjo është e saktë. Ndërsa salat istighfari nuk ka. Edhe unë ngatruj çika ty ka ajo, se mu kanë përzitur ty ja. Thot pyetja e radhës, desha me të pyet se në ditën e xuma, nga ikindia deri në akşam a është koha më e mirë me u lut që pranohen lutjet? Po, është e saktë, për këtë ka transmetim të saktë. Pra ka një hadith që pejgamberi sa më lavdron dhe vlerëson ditën e xuma në krahasim me gjithë ditët e tjera. Në këtë ditë Allahu krijoi Ademin, në këtë ditë e futi në xhenet. Në këtë ditë, Allahu krijoi Ademin. Në këtë ditë i ran me lajket në sejdë. Në këtë ditë Allahu e futi në xhenet. Në këtë ditë e nxorri nga xheneti. Në këtë ditë i pranoi pendimin. Në këtë ditë e zbriti në tokë. Në këtë ditë do të bëhet kiameti. S'ka ditë më të mirë dhe më të dashur te Allahu se sa dita e xuma. Në të janë disa çaste ose kohë që kush i lutet Zotit në ato çaste, në ato kohë, Allahu nuk ja kthen lutjen mbrapsh. Tani dietarët kanë 2 interpretime. Kur është kjo koha? Faktikisht janë nisë nga 2 transmetime. Ka një transmetim që thot kur ulet ligjëruesi ditën e xuma, koha që ulet mes 2 hutbeve. Ajo të shfrytëzohet për dua. Dhe kjo ka hadith sakt. Ka një hadith tjetër të sakt që thot nga akşami, ajo është koha e funit e ditës xuma. Koha e funit e ditës xuma kush është? Koha e funit e ditës xuma është cila kohë? Domethënë para akşamit. Sepse në ezanin e akşamit futet dita shtunë. Kështu që koha mas ikindie deri në tani po se cila është kjo kohë nuk ka përcaktim, ka një transmetim që thot ora e funit e ditës xuma, pra me kuptimin sa më afër akşamit. E rëndësishme është që është një kohë e mirë që duhet shfrytzuar për dua edhe për lutje. A lejohet nëse të thret një afër me shkun me vlut? Varet se çfarë gjykon ti për me vlutin. Nëse gjykimi yt për me vlutin është që është bidat, siç themi dhe siç e dim gjithë, atëherë nuk bën që të shkohet në një diçka që është bidat. Nuk bën të shkosh në diçka që është bidat. Kjo është e fort fare. Që nga ka gjithë më pore dhe jot. Nuk e dija, kap shife i qika, bib? Është pak erët, I ka vuaj gjam që mos ta shoh vetëm se unë. Aja Habibi. Kjo është e çuditshme. Tani unë nuk e shqiptoj mirë fort anglishtën, thot dua to protection from masturbation and porn. Me sa duket për këtë në gjuhën shqipe,
dua e shëtëruan nga masturbimi dhe pornografia, kështu ndoshta për këtë. Çfarë të thosh këtyre njerëzve? Ha? Larg budallëve, po këto janë të marrun fare. Edhe ka pru një lutje arabisht, pasi shif si bëhet mashtrimi. Ky problemi është problemi i rinisë përgjithësi. E kanë problem. Martesa, gjonat, studentët, etj. E thot, ta kom përgjeti dua, thot që të shpëton një herë për gjithmonë. Ta në njëri ju i shkret, si viktim, thot, pas ka dua për këtë përkini, këtë kemi vujt. U gjithë zgjidhja. Cila është dua, e thot, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf. Duaja është sakt, po s'ka lidhje me temën. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal-'afaf wal-ghina. O Allah, kërkoj prej teje të më bësh të devotshëm, 1. Më fal, kërkoj prej teje udhëzim, 1. Kërkoj prej teje devocion, 2. Kërkoj prej teje pastërti për të mbrojtur nga imoraliteti, dhe kërkoj prej teje pasuni. Kjo është sakt si dua profetike. Po s'ka lidhje me temën. Jo po thot dikush si e mohon të hadith, në zotëri. Hadithi ka ardhur për temë tjetër, s'ka lidhje me këtë që ti trajton. Pastaj nuk është të burë masturbim, nuk është qameti, nuk është del njëri prej feje, kanë bërë masturbimi, sikur më qenë masturbimi i moralitet, sikur del prej feje njëri po masturboj. Masturbimi është haram, nëse njëri s'ka zgjedhje tjetër, shkolla, puna, s'mund të martohet, ku dëgjon etj, është një zgjidhje vëlla. Çfarë do të plasi? Po plas më shpërthen me plas koka, plas barku të shkret. Fjala e Imam Ahmedit, se kujtoni se po e them nga xhepi im këtë, thotë hoxha mashallah modern. Jo me Imam Ahmedi, rahimahullahu taala, ka thonë, nëse njeriu nuk e përmban dot veten e tij dhe ka frikë se mos përfundojë në moralitet, lejohet. Po logjika burrë dhe tani kush s'ka zgjidhje tjetër, lejohet burr. Pse më doni më na i bot çuna deri gungaçë burr, doni më na i bot paralizum. Zoti. Alhamdulillah. A shpirt, ke pyetje? Allahu të. Lexova diku që më than, hajde, çfarë më thon? Selamun qawlan min Rabbir Rahim, te krypa e gjellës, e me gatu atë është mirë, apo është ashtu si thotë larg budallëve, vallahi larg budallëve. Si them unë, larg budallëve. Selamun qawlan min Rabbir Rahim. Selamun qawlan min Rabbir Rahim është ajet kuranor. Po pse më e thon krypës edhe më e gatu këtë krypën? Për këtë arsye merr një rregull nga ana ime. Jo sa herë që të përmenden ajete apo hadithe të sakta mund të përdoren në formula jo korrekte. Për shembull, thoshte profesor Khalidi, sepse ne themi, për shembull, ky ajet lexohet 7 herë, lexohet 3 herë tjetër. Ka njerëz që sillin disa formula të reja, që s'kan as shembull të kaluar. Ka 2 gjona që përplasen. Fakti që në çështjet e yshtjes ka hapësirë të madhe, çfarë tha pejgamberi Islam? E rëndësishme mos të jetë shirk. Yshtja është e hapur. Pra ti vetë mund të yshesh njëri si, hajde ti Orion këtu po. Çfarë ke thënë thotë Orion për shembull, sigurisht. Hajde valla. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, o Zoti i gjithësisë, ti që ke në dorë gjithçka, shëroje vllajin tim Orionin nga ky problem, nga ky siklet, nga ky hall. O Allah, ti ke në dorë e them unë 50 herë këtë punë vetë, kupton? Pa më mësu kush, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Pse? Sepse çështja e yshtjes është lirë. Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? To a tregoj çka ka ndodhur si ngjarje. Në Medinë, duke qenë se muslimanët e Medinës ishin afër hebrejve, ishin të njohur me këto çështje të yshtjes, se hebrejt si njerëz fetar e përdornin shumë yshtjen. Frymën. Dhe këta që ishin në Medinë, edhe pse ishin dhujtar, po kishin marrë traditën e hebrejve në ca çështje. Kur erdhi Islami, gjetën muslimanë që edhe Islami e njeh yshtjen. Edhe e përdorshin, domethënë gjetën e hapësirshëm. Tha pejgamberi sa asnjëri nuk do të bëj yshtje pa dhënë provim tek unë. I ndaloi muslimanët që me bëj yshtje. Erdhi i parë, tha çfarë thuti? Kështu. Ik tha. Ti çfarë thu? Kështu. Ik.
Kur ngjoja 10 veta, po radha ishte goxha. Tha rregullën. La ba'sa birruqa ma lam takun shirkan. Nuk ka asgjë se si e yst dikë, e rëndësishme është mos t'i bosh shok Zotit, si këta që përmendin Ermagxhin në shekullin e tjerë. Tani, kjo është një. Pjesa tjetër, vjen dikush dhe thot, do më shëru nga kjo, lexoje Fatihan 41 herë. Tani, a ka problem fetarisht Fatihaja për të shëruar nga kjo 41 herë, apo s'ka problem? Kemi një përplasje këtu, cila është përplasja? S'ka gjë përderisa së shirk. E para, e dyta tani, na vjen një rregull me ca shifra dhe numra që nuk ekzistojnë në sheriat. Çfarë thoshte profesor Khalidi? Thoshte nuk duhet me zbatu këto lloj formulash. Edhe pse thot është pse, sepse thot ka xhin dhe shejtan që bëjnë marrëveshje me magjistarët për ta kënuar ajet caktuar ose sure caktuar kaq herë me një formulë që nuk ekziston fare në sheriat. Pra është ndryshe kur unë e bëj vetë dhe nuk e përdor si ilaç ose si formulë për tjerët, dhe është ndryshe kur unë them, do më shëruti nga filan gjë, këno ajetin kaq të surës Tobe 215 herë. Këtu ka diçka që nuk shkon. E kuptu të lezët. Është ndryshe kur dikush lexon, s'ka si problem. Ama kur dikush përdor disa formula që s'kan ekzistuar, e qartë, pra ne dhe duhet me qenë shumë të kujdesshëm në këto çështje. Pra, kjo fjala këtu që i knohet selamun qawlan min Rabbir Rahim, krypëzjellës dhe e gatu se ekziston Islam. Kjo fjala selamun qawlan min Rabbir Rahim thot që mos zihen rrobat e shtëpisë. Arsyetimi. Fjala selamun qawlan min Rabbir Rahim, çfarë është? Fjalia që do të ngjojnë banorët e xhenetit prej Allahut kur të futen në xhenet. Paqja qoftë mbi ju, fjala e Zotit tuaj që është i mëshirshëm. Tani me kuptimin paqja, udhja kripës, janë dozinja të tu kacafit, një të hongër gjellën, groshën, që si tu puth me njëni tjetër. Këta s'ka kush i arreston. Si mund të ashtoj njeriu riskun si mas Islamit? Kush e ka ndorë riskun? Allahu. Rregullo punë me Allahun. Vallahi bilaj pasha Allahun, ta sjell Allahu nga se mendon ti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kush i friksohet Allahut, Allahu do të japi rrugëzidhje për çdo gjë dhe do ta furnizoj nga rrugë që ai nuk i ka menduar kurrë. Ilaçi çelësi kush është? Devotshmëria. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Sikur banorët, sikur popujt të besonin në Allahun dhe të ishin të përkushtuar ndaj tij me devotshmëri, do të hapnim për ta bekimet e tokës dhe do të zbrisnim bekimet e qiellit. Sekreti kush është? Frika ndaj Zotit. Sekreti kush është? Istighfari. Sekreti kush është? Hallalli. Sekreti kush është? Mos i hyn hak tjetrit. Sekreti kush është? Rënja shpesh në salavat për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Sekreti kush është? Jip, edhe pse ke pak, se ta kumbeson Allahu se e ka premtuar në Kur'an. Sekreti kush është? Duaja dhe lutja. Nëse ti i bën këto 7 gjona, me shpresë Allahut, Allahu ka përdorur furnizim të bollshëm, po edhe nëse nuk është i bollshëm, ka për të mjaftuar ajo që ka për të dhënë dhe ke për të qenë i kënaq me atë që të ka dhënë dhe ka për të mjaftuar. Ka për ta bërë Zoti të bekat. Çfarë mendimi keni për femrat me shami që bëjnë TikTok? E kemi thonë, kemi këshilluar faktikisht për këtë fenomen shumë negativ. Ne nuk e kemi problemin se femrat del. Gjithë problemi është si del dhe cili është mesazhi që jep. Se nëse del me mbulesën e saktë islame,
pa bërë ndërhyrje. Si i thonë toalet? Po ka kanë gjithë emrin toalet, më Allah? Jo, po si i thonë? A? Me ka, po kështu, përdojë dhe fjalla toalet. Po pra, po ka e kanë gjithë, më Allah? Ta mëm e bo toalet ftyrës. Se i dijem këta me kapnë të këta gjonë. Po e pra, zbon me bo ftyrë me toalet. Po e bëjnë thonjë zë shumë. Zbon. Vendose shamin ashtu si shduhet, mos bëj toaletin, pra me kuptimin e me kapit, fol si që është për të fol, mos u përdrill, mos këna kongë të pista, qa sensi ka, subhanallah, një vajzë me shami kënë kongë të pista, kongë droge, kongë alkoholi, po për qa e manë atë shamin kokë, pa është zotin e manë, për qa e manë? Pse i bon të gjithë gjahilat të shfrynë ndaj shamis, ndaj islamit, ndaj muslimanës e tjere tjere. Nejse, unë në që kam parë komentet, shumica njërës bëjnë dalimin. Shumica njërës, e ikë më e thonë se ti si e muslimanë. E ikë më që e muslimanë e ti e 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30. Që pasha zonë të tisha unë, borri i asaj gruje, ose vlaj i asaj vajzë. Ose babai, që ose nuk është e martuar për shemb. Po pasha zotin në mod të bësh, edhe s'ke që të bësh këherë, ose del situata jashtë duhur, s'ke që të bësh Allah, ç'a të bësh? Po e rëndësishme është që kjo është e ndaluar në Islam. Është e ndaluar. Kjo lloj sjellje kaq negative, kaq e ulët. Ky imazh kaq negativ që jepet shamisë së bekuar që mban femra në Islam, normalisht që është me pasoja shumë të mëdha. E këta njerëz, ose këta vajza, ose këta motra, në qoftë se nuk pendohen dhe nuk heqin dorë për Zotin e madh, domethënë nuk do ta kenë punën mirë tek Zoti, vallahi bilaj për Zotin. Sepse imazhi i shamis në popull është një imazh pozitiv, frymëzues, një imazh, si me thënë, që ka një hije, ka një nur, ka një dritë, po me këtë qenë degenerim, edhe me shamin kokë, edhe populli që s'ka lidhje me Islamin, normalisht se pranon dot. E i thotë që muslimanë, vetë muslimane i thotë njëri nuk jeti. Kështë drejt. Sepse nuk është koncepti i shamis në Islam që me vuj cop beze në kokë. Koncepti i shamis në Islam do të thotë përkushtim ndaj Zotit, do të thotë devotshmëri, do të thotë devocion, do të thotë mos me bo asnjë veprim që tërheq vëmendjen e meshkujve, qëllimisht se kështu, normalisht femra ka për të tërhequr vëmendjen e meshkujve, është normale, po me kuptimin që ti më ngacmu situatën. Ky është koncepti i shamis në Islam. Nuk është koncepti i shamis në Islam, vetë diçka në kokë e bëj çfarë dush se ke shamin. Po jam se shamia nuk është larsja e mëkateve të njeriu. Jo, më shamia është një obligim, kaq. Kaq është shamia. Kështu që Zoti u zoft. Si duhet të reagojmë me njerëzit mendje mëdhej në Islam? Si duhet të reagojmë? Lej me një masinë e tyne, se da thy qafe një dite. Si thonë shkodronët, nëse do me mallku njëri, thuj, ty vetë janë qef, se ka për ta thuj dite qafën diku. A është shu e keni shprejnë? Po si është me theks shkodronë, si është të rrit menja. E pas kemi shubo në Shqipnia mesme, pas kemi lidh me qefin në Shqipnia mesme, aty na ke qefi, aty e kemi pikë në dobë. Kështu që shkodron thot vlla gen ti thot e kanë kështu thot të rrit mendja. Nëse do me mallku njëri thot të rrit mendja. E rëndësishme ne nëse është njëri që ka besim, është besimtar, duhet me këshillu për hir të Zotit. Që vlla mos, sepse kjo bjerë ndesh me Kur'anin, kjo bjerë ndesh me hadithet e pejgamberit alayhis salam.
musliman dhe mendje madh nuk shkon. Musliman edhe mendje madh nuk shkon. Sepse musliman do të thot modest, do thot i ulur para Zotit dhe i barabart me njerëzit. Mendje madhe nuk është i barabart me njerëzit. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, Allahu nuk i don mendje mëdhenj. Allahu nuk i don ata që ecin në tokë me mendje madhësi. Nuk i do Allahu. Pejgamberi sa më tha, nuk futet në xhenet ai një që ka në zemrën e tij qoftë ai grind të vogël mendje madhësie. Do thotë që është gjë e rëndë mendje madhësia. Nuk mund të funksionojë. Për këtë arsye ka një hadith tjetër që thotë të mbajturit me të madh është çfarë? Një cilësi për cilësive të Allahut. El mutakabbir, ai që mbahet me të madh. I takon Allahut më mbajt me të madh. Po ti njëu nuk i takon më mbajt me të madh, sepse edhe nëse ka diçka më ndallim nga tjerët e ka nga vetja apo e ka thonë Allahu. Ka thonë Allahu. Si mund të bëhesh ti mendje madh me diçka që s'është e jotja? Çdo gjë e ke prej Allahut. Kështu që thjesht me i këshillu. A mund të lutet, thot një musliman për vëllezërit e tij që Zoti ta martojë atë nëse është beqar? Po. Mund të lutet, po kam hall thot se me lajket bëjnë dua. Thon amin edhe ty gjithashtu. Nuk të kap ty duaja në këtë se si e beqar. Se ti je të lut për një që është beqar, thon Allah martoje vëlla filonin sa ai është beqar. Me lajket thon amin dhe ty gjithashtu, po ty s'të kap se ti si e beqar, kështu që rri rahat, boje duan, nuk ka asnjë problem. Ti mos u lut për në një që është. Ka pas një debat madh kohët e fundit lidhje me mishin e Kazazit, që u bë edhe emision televizor të tjerë. Në bazë të inspektimit që kanë bërë ata vëllezërit tanë xhallar, të cilët kanë edhe atë të drejtën e licencimit me halal, nuk rezulton që të ketë problematika. Nuk rezulton që të ketë problematika, kanë shkuar vëllezërit, kanë bërë një kontroll etj. Ndërsa rastin fjalë, me çfarë na thanë ata vëllezërit, ata shumë shpejt do të dalin dhe me një deklaratë për këtë çështje, ata që kanë certifikuar si fillim dhe certifikojnë vit për vit, kanë thonë që është një çështje që i kanë bërë nder dikujt që ka pas për të, si më thonë, për të çuar një sasi mishi në një vend ku, si më thonë, si thonë, kështu, po, edhe kaq kanë bërë një nder me fjalë, por nuk ka lidhje fare me procedurat dhe se çdo gjë është okay, domethënë. Të paktën flas për një takim që pata me një nga hoxhallarët, i cili është pjesë e komisionit të certifikimit. Kështu që rrini të qetë. Që të quhet halal personi që e therr duhet të jetë musliman apo duhet të jetë musliman dhe që fal namazin? Që të quhet mishi halal, për sa i përket thersit, se ka dhe kushte të tjera, nuk është vetëm thersi, po një nga kushtet është thersi. Thersi duhet të jetë musliman, ose i krishterë, ose hebre. Nëse është musliman, mishi i tij është halal. S'ka lidhje me namazin, me agjërimin, me haxhin. Është musliman, mishi i tij është halal. Unë kam thonë gjithmonë, nuk ekziston në Islam termi musliman që falet, musliman që s'falet. Njeriu është musliman ose është musliman. Pra mund të jetë njeriu musliman edhe pa namaz, sepse agjeron Ramazanin, sepse jep zakatin, sepse ka shkuar në haxh ose ka shkuar në umre. Çfarë është ai që ka shkuar në umre? Qafir? Po të ishte qafir, pse të shkojë në umre? Ka shkuar në haxh burri, po s'fal, për shembull. Po të ishte qafir, të shkojë në haxh. Agjeron Ramazanin, të ishte qafir, agjeron në qafir Ramazan? Sa agjeron qafir Ramazan? Kështu që nëse është musliman, mishi i tij është halal. A është haram heqja e rrudhave në fytyrë me botox? S'ka problem, fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Nëse lyen kokën pra flokët me vaj për trajtim flokësh dhe për forcimin e tyre, ka ndonjë problem për abdesin, sepse nga që është dhe koka me
e lyer me vaj, nuk ka asnjë problemi. Sepse kur fërkohet, nuk është kusht ta thithi floku. Thjesht fërkohet edhe mbaroi historia, nuk ka lidhje me depërtoi deri në 0,00% flokut apo e thithi apo nuk e thithi. S'ka lidhje fare, thjesht fërkohet edhe kaq. Argumenti për këtë që thashun, kush është argumenti për këtë që thashun? Kush e gjen argumentin, ka një dhuratë të fortë fare. Ka librin Zadul Maad dhurat. Kush e gjen argumentin për këtë që thashun? Pa duhet në njëri flasë qartë, ngrej dorën, edhe jo s'duk shumë. Po i lirë. Po mirë, ajo është vetëm një pjesë. Jo, du argument më të qartë. Mund tjetë kjo deri diku, po s'është. Shpejt, se koha mbaroi. I lirë edhe i sinjal të fortë, hapi i derë, po. E ke përsysh ato ora, sekondat e fundit. Mbaroi koha. Argument për këtë është fërkimi mbi çallën. A njihet në Islam fërkimi mbi çallën? Ku është floku kur fërkon mbi çallën më robi? Ku është floku? Poshtë çallës. A e prek ujti? Se prek ujti fare. E jo më kur është me vaj. Për këtë është një pyetje që mund të mjetë bërë 1248 herë nga motrat muslimane, floku me keratin. Ora i them unë po, vje pyetja tjetër nga një rast tjetër. Floku me lejohet, edhe floku me keratin lejohet, nuk ka asnjë problemi. Ja. E di që se kapsa është i qike erët, po s'ka problem. Hiç. Shiq ato. Nëse ti e thua 5 herë këtë, hajde, që është kjo? Bismillah. Inna tajnake l'kauther wasalli, a Kurani është fesalli, kjo e ka bo wasalli, pra edhe Kurani e ka shkujt gabim. Wasalli thot, ala Muhammedin in në shahën në kufuha në hadë. Allahu do ta heq gjitha gjunahet, do të ketë një shtëpi në xhenet ty, dhe Allahu do ta shpërblej me një gjë të vlef shumë. As arabisht, as shqip, as latinisht, as xahilisht, as o zoti më, o zot. Nuk ka kush i arreston këtë njerëz për Zotin. Inshallah më jepet më mundësia. Ja tjetri çfarë thotë. Shive po kjo. Mos e kalo, thotë. Mos e kalo, pa në loje, tak. Nëse thu 7 herë, këtë dua, do të vjen një lajm i mirë. Dhe Allahu do shpërblej me i gjohë shumë të mirë ditë se këtë, s'ta trekoj. Dhe Allahu do të shpërblej me i gjohë shumë të mirë ditë në gjykimit. Allahumme salli ala Muhammedin wa ilahi. Ilahi me dajre apo pa dajre? Wa ilahi Muhammedin wa lillahi Muhammedin. Ore, pash Zotin e modh, pash Zotin, mos e merr një fen nga çdo gjë që ju del përpara. Pash Zotin, se vallahi bilaj problem shumë i madh. Kam ardhur në Kosovë për pushim dhe më ka ikindia dhe sot nuk e kam fal, amo veç ikindin. Dhe një afër më tha që ikindin që të ka sot mund ta falësh nesër. Që e ka myfti ky i afër mja, që e ka për ta myfti. E i Zotin më. Edhe pse je i ardhur me pushime, namazi duhet fal rregullisht. Nëse ti vjen në shtëpinë tënde, pra në qytetin që ti ke shtëpinë tënde, s'ke asnjë lloj tolerance. S'quhesh më udhëtar se ka shtëpia jote. Kështu që kujdes. Këtë namaz ti fale, po nuk është e lirë kjo puna, se po se fale sot, fal nesër, nuk ka kështu në Islam. Ama se s'ka gjë, fal më vonë, nuk ka vëlla. Inna salate kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bërë obligim për besimtarët në kohë të përcaktuar. Maro historia, nuk është e bëj falin darkë të gjitha, pse më ul robi.
Nëse ndonjëherë flokët na dalin nga shamia gjatë namazit gabimisht, a duhet ta përsërisim namazin? Jo. S'ka gjë gabim, s'ka problem. Po diskutojmë me motrat muslimane si duhet me ranë sejdë me duar apo me gjunjë. Të dyja janë sakta. Ka dy mendime, një mendim thot me duar, një mendim thot me gjunjë. Unë për vete jam tek mendimi me duar, po ka dhe i mendim tjetër. Kështu që nuk është një çështje, domethënë shumë intolerante, ka tolerancë domethënë. Më e mirë është me duar, por nëse njeriu bjerë me gjunjë se nuk është mësuar ose ka peshë të rënda, as nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. A janë të sakta këto se më dolën në Instagram? Ky që ka me emër Hoxh s etj. Po ja bëjmë edhe halal këtë herë këtij, që ka i shpashmi. Kështu që ky SH-ja është hera e dytë që po ja bëjmë halal. Po na doli edhe herë tretë, edhe herën e tretë do ja bëjmë halal, pastaj do ta përmendim me emër, do ta diskreditoj. Cilat sure janë cilat sure ka cilat përfitime? Sa e bukur e ke parasysh me ta kput zemrën, e ke parasysh? Cilat sure ka cilat përfitime? Pra e gjen dot? Për të arritur te i dashuri, surja Duha. Mashtrim. Gënjeshtra e parë. Për sy të keq, surja Kalem, 2 ajetet e fundit. Përdoret e sakt. Për një foshnjë që nuk fle, surja Neb, mashtrim. Për probleme psikologjike, bismillah, surja Ra'd, mashtrim. Për bashkëshortë të padurueshëm, surja Bekare, mashtrim. Për hapjen e punëve, surja Hadid do thot hekuri. Tak, lexo hekurin, tak, hekuri hap. Mashtrim. Për lindje të lehtë, gratë që shkrit maternitet, surja El Inshiqaq, mashtrim. Për pasuri, surja Waqi'a, mashtrim. Hadithi dobët. Për vezvese, surja Nur, mashtrim, jo e saktë. Për bamirësi, surja Asr, mashtrim, jo e saktë. Kështu që kolegu im i dashur SH edhe një do ta falim, po bënë kështu muhabetesh, pastaj do të më shojmë vëlla, më ke se ja bom atyne që i di vetë. Xhaxhai më ka besuar një sekret të tij, mirë po burri im ka filluar ta kuptojë dhe më thotë nuk është normale që burri dhe gruaja të kenë sekrete mes njëri tjetrit dhe mërzitet për këtë gjë. Unë kam lexuar që nuk lejohet të diskutohet as me burrin sekreti që të besohet. Por nuk jam e sigurt, prandaj do po të pyes. Burr manipulator quhet ky. Burr që manipulon në emër të fesë. Qose ne jena burrë gru si ke sekret më tregos. Ky është manipulator, pra mashtrues pozitiv. Mashtrues i bardh. Ke gjudet e rrena e bardh, gënjeshtra e bardh, dhe ky burri që e ka mashtrues pozitiv. Se jena burrë gru si bajnë sekrete. Se s'lejohet në islam me pas sekrete burri me gru. Ky i mençmi, mëftiu. A duhet kem abdes për të penduar? Jo, vetëm pendohu, ama edhe xhunub me qenë pendohu, s'ka problem. Cilën dua t'ja bëj fëmijës kur të më lind, sepse duhet me alan edhe emnin. S'ka si dua valla. Thuj Baftiarën e marroj historia për shembull. Emin, Ahmed, Amr, Jelid, Juled, e të tjera emrat bukur që mund të gjesh, domethënë ka sa dush, s'ka dua para se mi i vu emrin. Në kohën tonë, kam pasin bo pallagojat. Ka rritë një pallagojat, kush është Shqipnia mesme këtu? S'ka mas një në moshës tim, vetëm u qekam, unë edhe Hamzaj, që kemi më të vjetrit. Në kam pasi kështu pallagojat, më lidheshin ditë, nuk e di se kush ditë ka qenë, e bëshin një tip omëlsine, edhe i futshin, bëshin me topa, edhe i futshin një lek njërës, e to nga ato, kujt i bita ajo me lekun,
kishte drejt me vu emrin. Allah kohët. Po, ja thojsh në ato që thuj këtë emër, se s'kishte ashtu. Edhe i tak, të pa ato kishin morë vesh emrin gjithë për para, gjatë me qyra leku. Mashtrus pozitiv. Edhe ja veshin emrin pastaj kështu. Nuk ka dua speciale për para se t'i vetë emri fëmis. Nuk ka ndonjë dua, nuk ekziston. Kam me udhëtu, pra do të udhëtoj 2 ditë me bas, pra me autobus. Po si të falem dhe si bëhet për abdesin. Autobusi zakonisht kur udhëton 2 ditë, nuk udhëton 2 ditë pa ndaluar. Çdo 4 orë, 5 orë ndalon, kështu që ke kohë edhe me marr abdes, edhe me bashku namazet. Stresi 0. Një burr që ka pak njohuri në fenë e bukur islame thotë femra më e mirë në dynja do të vjelli gjak ditën e gjykimit. Mashtrus. Kokra mashtrusit. Një burr që ka pak njohuri, po pak njohuri ky s'pas ka hiç, ky që ka drum fare, ky që ka bryl. E dini fjalën bryl, çdo thot. A është e vërtet kjo? Se kjo duhet duket o merë se kjo është me dverë. Kjo duket. Qarë thotë su? Mos e detyroni, thotë, gruan tuaj të gatuaj. Po kush të gatuaj? Komshia. Në i zotin, s'ka kush e arrestan për zotin, ka kush i fut në burg. Mos e detyroni gruan tuaj të gatuaj. Po kush të gatuaj? Morim komshijet, morim gratë e lagjës, në gatuaj. Pra janë njerëz manipulator. Këta mund t'jenë si tipi asaj feministes. Pse duhet me ngju burrat? Na kanë përkthyer çfarë ju intereson nga Islami. Se Islami e tjerë. Çfarë lidhje ka me zotnin? Kjo s'ka lidhje fare. Allahu xhallahu ka ndarë detyrat. Po edhe tradita ku jetohet, vendi ku jetohet. Kjo mund të jetë saktë në një vend ku tradita është që gruaja s'prek gjë me dorë, se merr shërbëtoren nga Filipinet, merr shërbëtoren nga Tajvani, merr shërbëtoren nga Bangladeshi, edhe gruaja rrin gjithë ditën të tun zinxhirin, të prit burrin, të u parfumos, e të u lynë, e të u shkru, ku vjen burri, selam aleikum, aleikum selam. Gjitha punët i bën shërbëtore. Po, është saktë. Po jo çdo vend ka ku vendin e vet, çdo vend ka dhe është e bukur në Islam, sepse Islami nuk ka ardhur me largu të gjitha traditat. Vetëm traditat që bien ndesh me Islamin. Argumenti për këtë gjë. Sepse këtë fjalën fatkeqësisht e ka thënë një hosh që jeton në Amerikë. Pra i përzi me edukat orientale, tani e në Amerikë që feminizmi ka atë shkallën e vetë forcës dhe të fuqisë, edhe për shtatët këtë tipi, thonë mos i detyroni gratë tuaj të gatuajnë. Po mirë më vëlla, nëse gruaja nuk gaton, burri s'di me gatu, çfarë do të bëjmë? Shkem blejmë djathë ka Hamzaj, hajmë bukë me djathë. Kupton ti? Kupton ti çfarë bëhet apo jo? Ata do argument për shembull person, thotë jo, unë dua argument, ta japën argumentin. Fatimia goca e kujt ishte? Bia e kujt ishte? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vjen një ditë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë o pejgamberi i Zotit. Ju ke dhënë gjithë njerëzve plaçk lufte dhe robër lufte dhe shërbëtor. Përveç meje vdiqja, po them kështu shqip pra, po e përshtas, vdiqja nga durt. Pse? Lante, pastronte, gatunte. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ndargët flasin. Nëse u arru si mohabet shkon pejgamberi se ndargët i gjen shtrinjtë të dy, Aliun radhiyallahu anha dhe Fatimen. Thot Fatime, çfarë kërkove ti? Gjoje. Tha pejgamberi i Zotit, o basi më thon, thash që na duhet dikush të na siç i dhe të gjithëve, më meritorja mund vajza jote. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
unë do të tregoj diçka që është më mirë për ty se me pas shërbetore në shtëpi. Tha ba, tha thuj para gjumit 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu Ekber. Edhe ju. Argumenti tjetër, tha, po kthehej Esmaja me i deng hurman në qaf, edhe kishte, edhe po este, mes dvapës. Tani kush ishte kjo? Esmaja, çfarë gjini është? Femërore. Me i deng hurman në qaf, në rregull, mes dvapës. Dhe pejgamberi sa po vinte. Kur ju afru pejgamberi sa menoj pejgamberi sa që ti thot hyp në kalë ose në deve hyp, domethënë se po u lodhe. Po prap e la. Edhe vazhdoi pejgamberi sa e përshëndeti, më thonë dhe vazhdoi. Edhe i thot pastaj ndargët Zubeirit, e takohen, thot kështu thot, tash desha ta marr, tha, po e la, mera. Tha pejgamberi i Zotit, po s'kam mera këtë si ti e pejgamberi i Zotit. Pra, ajo që mu më intereson nga historia, cila është, çfarë po bonte kjo gruaja? Ishte në punë. Kështu që këta njerëz që duan na japin Islamin, që edhe duket bukur, edhe duket modern, edhe të pëlqejet, e duart trokitet. Jo më zotni, Islami është Islami vetë, nuk ka nevojë. Islami nuk ka nevojë as me zbukuru, as me përshtat, nuk ka nevojë sepse i ka të gjithë komponentët brenda për të rregulluar, për të përmirësuar, për të sfiduar. Nuk është kjo punë klikimesh, nuk është kjo punë duar trokitjesh. Islami thot jeton me traditën ku jetohet, ku gatojnë gratë, marrë historia, kaq. Ku lajnë dhe pastrojnë gratë, marrë historia. Nuk ka ardhur Islami me bosh pikje. Aty ku gjërat janë të ngritura dhe funksionojnë. Ky për shembull që thot mos e detyroni hoxha amerikan, angles, çfarë është? Ky për shembull si ja bën për vete për shembull. Ky mund të jetë shumë mirë ekonomikisht, edhe ky mund të ketë 5-6 që i pastrojnë, i gatojnë, i bëjnë, është në rregull, ky me durën në xhepa. Po muslimanët e tjerë atje çfarë bëjnë? Po konfliktet që lindin për kësaj fjale, e debatet e problemet. Prandaj njeriu do të thonë që jep fe, një, duhet ta di mirë fen, dy, duhet të jetë i logjikshëm, duhet të jetë i pjekur dhe duhet të jetojë me këmbë në tokë. Na myten këta njerëz, na myten ashtu shumë. Kam qenë fejuar dhe unë ndam, mumbi fejesa, tani më thonë që më është mbyllur fati. Mashtrim, gënjeshtër, mos e vrit mendjen fare, hiç. Vazhdo se je në rregull. Ka vajt kohë? Okej. Hajde, inshallah. Atë pyetja e fundit për sot. Kena një familjar që nuk po mundem me pas fëmijë. Kanë provuar në çdo mënyrë, e fundit që ka qenë s'ka pas asnjë shpresë për më bë më prindër. Kushtet i kam për më ju pagu me shku me bë me sperm në bank. Mirë po kam lexuar që kjo është haram. Mirë po ata të dy e kanë pranuar këtë gjë. A lejohet që t'u jap parët? Jo, se është haram. Nuk lejohet në Islam që të bëhet kjo gjë me sperm të huaj. Nuk lejohet as me vezore të huaj, as me sperm të huaj, as me surrogati. Nuk lejohet në Islam. Po se pas shkruajt Zoti me pas fëmisë, se ka shkruajt Zoti me arrestë. Ti bëj se bepet, bëj shkaqet in vitro, ku dëgjonet ti gjitha bëj, se ka shkruajt Zoti me pas. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. E këdo Zoti e lën steril, e ka shkruajt Zoti në sprov. Kështu që këto muhabetet merr vezoren e tjetrit, merr spermën e tjetrit e ku dëgjonet, këto janë haram në shariat. Sepse arsyeja që feja islame ndaloi zinan, cila është ndërhyrja në gjenealogji, ndërhyrja në pemën gjenealogjike, për këtë arsye ka ndaluar Islami çfarë? Immoralitetin. Tani nuk është zina, po shka e merr spermën gati. Në fund fare, ai që bën immoralitet çfarë bën? Pa rezultati i njëjtë, po këtu e merr ke doktorin në bankën e spermës, kurse këtu e gje diku lart ose poshtë.
Kështu që nuk lejohet kjo fetarisht. Kur nisem me traget nga bari për në Durrës dhe hyn koha sabaut, si ta gjej drejtimin e kiblës, juglindje, shif boslën këtu këtë celularit, juglindje edhe falu edhe u zgjidh problemi. Nëse jam dyshim që dikush ke shtëpia në Shqipëri më ka bërë magji, çfarë duhet bëj? Asgjë. Dyshimi është për shejtanit. Mos ja hapni këtë derë vetes për familjarët e juaj, se shejtani do t'ju bëjë zbor. Shejtani do të bëjë 10.000 argumente që ai ta ka bëu magjin, sa të kesh ti pak dyshime. Kështu që mos e hap këtë derë. Nuk lejohet me dyshu për askënd se të ka bërë magji, përveç se nëse ai e deklaron ose e kap me kamera që është tu ta hudh, tu ta djeg, tu ta futet, tu ta qit. Okej, është muhabet tjetër. Po e pe, tu ta bë magjin, okej. Po jo dyshim. M'del nëndër, tha. Po pastaj se del nëndër Shejtani i tha asaj s'ke 5 namaze, ke 3. Ja mo magjit, ka bo magjit, ka bo. Asaj tha nga 5, 3. Ti thu. Ej, zotë i madh.